je një qershori, zemra më gufon, se është festa ime, se është festa jote. Dita e fëmijëve 1 qershori njihet e tillë në disa vende të botës, ku pjesë e festës dhe aktiviteteve për ta është edhe Shqipëria. Tradicionalisht 1 qershori është organizuar në të tillë mënyrë për t'i argëtuar fëmijët me kërcim, këngë, lojra me animator apo vjersha. Kjo është edhe arsyeja pse 2 nga qendrat tregtare në vend, Crystal Center dhe ETC, kanë zgjedhur 2 mënyra të ndryshme për të festuar me fëmijët. E para një konkurs talentesh dhe e dyta një panajër librash për voglushët. Ka gati 1 muaj resh që vinë fëmijët regjistrohen për të marrë pjesë në spektaklin e vogël të Crystal Center për 1 qershorin. Kështu që talentet shfaqen edhe këtu. Dhe në ETC ka tjetër është pak më ndryshe, është menduar panajiri i librit për fëmijë. Në fakt, festa do të vijojë në të dyja qendrat përgjatë fundjavës. Nga ana tjetër, organizatorët kanë menduar në këtë ditë edhe për fëmijët në nevojë. Pas dite do t'jetë një eveniment i dedikuar në bashkëpunim me Konat dhe me shoqatën e internacionale të solidaritetit. Klientë ndryshëm shkojnë tek stenda e kësaj shoqate dhe dhurojnë pikët. Pastaj pikët në bashkëpunim me Konat këmbejnë në produkte ushqimore dhe këto produkte ushqimore ofrohen për fëmijët në nevojë, fëmijët që janë në rrugë.